Historia ma interesante ka qenë gjatë luftës në Shkop, kena nejt 2 muj. 2 muj kena shku në Shatora për me dalë Perëndim, aty jenë ardhë gazetartë. Më duket që të Zvicrës, se për një që kom pa me kamere, kom shumë punën. Se dyqysh me punu gjatë luftës, me punu mu ka dohti interesant, së më ka ardhë mirë, edhe ardhë për këty së më tha, a bën mi marrë ta vish 1 minut, po ka qep gazetari, i ko marrë, po i ko marrë me kryt tëllët, se më ka ardhë marrë, më ka ardhë qysh gjudi, më pa bota në luft të punue. Po në atë punë që kom punue, qike zojës shpis për respekt që në ka marrë në kanë shtimre. Përveç punimeve të dorës, zonja Sevdije ka një pasion tjetër, që e mbush jetën e saj me ngjyra, lulet. Në oborin e saj, çdo cep është i mbushur me jetë, aromë dhe kujdes.